Shkodra prej ditës së sotme është pushtuar nga flamujt blu të Partisë Demokratike dhe simbolet e kësaj force politike në të gjitha rrugët e qytetit, sheshet, hapësirat publike e parqet. Edhe pse fushata nis zyrtarisht më 22 maj sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike i kanë filluar turet elektorale më herët. Për pamjen që shihni në qytetin e Shkodrës ka reaguar dhe Partia Socialiste e degës së këtij qyteti, e cila kërkon ndaljen e këtyre veprimeve, duke veçuar se vetëm një ditë më parë kandidatja Keti Bashdari i ka kërkuar rivales së saj Voltana Ademi kompromis për të ndarë zonat. Fatkeqësisht, PD e futur në panik si nga tendenca për reprezalje që e karakterizon, filloi të mbulonte Shkodrën me flamuj. Kërkojmë që kjo çmenduri të ndalet dhe nga ana jonë ekziston edhe i gjithë vullneti nëse Partia Demokratike pranon të bashkëpunojë. Edhe Partia Demokratike e Shkodrës ka reaguar pas deklaratës së Partisë Socialiste, duke përgënjeshtruar pretendimet e kësaj të fundit se ata po mbushin qytetin me flamuj. Ne si Parti Demokratike kemi kërkuar dhe vazhdimisht kërkojmë që të respektohet ligji, por siç duket për PS-n fjala ligj nuk ekziston. Qytetarët e Shkodran e dinë më mirë se askush se si brenda natës u mbushën sheshet dhe rrugët e Shkodrës me flamujt e Partisë Socialiste.